Sektori i punëve të brendshme Kumanov ka ngritur kallëzim penal ndaj një 18 vjeçare nga fshati Llojan, komuna e Likovës, si dhe ndaj dy të miturave të moshës 14 dhe 15 vjeç nga Kumanova, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale dhunë, sipas lenit 386 paragrafi 3 i kodit penal. Sipas policisë, e cila dhe ka publikuar pamje të dhunës më 13 mars 2026, rreth orës 18, të dyshuarat e kanë thirrur një vajzë 14 vjeçare të dalë nga shtëpia e saj, pas së cilës e kanë bindur të hyjë në një objekt pranë qendrës sportive Sokolana në Kumanov. Aty fillimisht e kanë fyer, ndërsa më pas e kanë sulmuar fizikisht, duke i incizuar të gjithë ngjarjen me telefon celular. Pas ushtrimit të dhunës, të dyshuarat e kanë kërcënuar të miturën që të mos e denoncojë rastin dhe të mos flasë për videon e incizuar, duke i thënë se në të kundërtën do t'i ndodhte diçka edhe më e rëndë.